takimet LDK vetëvendosje, a mendoni që ka një frikë të LDK-s për të mos hyrë në koalicion qeverisës për shkak të peshës më të vogël që do ta kishte në këtë koalicion për shkak të numrave dhe frikës që do të shkarkohej? Është kryesisht frika nga e kaluara, dhe më thonë përvoja e mahershme e bashkëpunimit të LDK-s me vetëvendosjen ka tregu që, si më thonë, qaja sinergjia ka mungu në atë kohë, mund të mungoj edhe tash që kërkohet me pas një farë sigurese që ky koalicion do të funksionante, e në qoftë se ne ta zonë e kemi një kryeministër i cili ka arrit me zgjedhë presidentin sipas, domethënë, aty në pëlqimeve të tij, atëherë edhe ideja funksionimit të koalicionit për qeverinë ne që do të ishte në pikpyetje të përditshme. Në pikpyetje të përditshme? Në pikpyetje të përditshme, domethënë Nuk do flanin rahat. Nuk do flanin rahat ata funksionarë. Nga ideja e shkarkimeve. Nga ideja e shkarkimeve, duke u nisur nga, si më thonë, përvojat e mahershme, cilat i ka pas. A ka filluar